Mendoj që aspekti spiritual na ndihmon e kuptimson raportin ndërpersonal dhe interpersonal. Pra, në momentin kur ne I kemi disa të njohura, të vërteta të njohura, siç është lindja dhe vdekja, sepse ne edhe kur flasim për pamundësinë për ta parashikuar të ardhmen, na bëhet e qartë në postulate religjioze që e ardhmja dihet, sepse një ditë secili prej nesh do të përfundoj duke ju kthyer Zotit Madhreshëm. Pra, është e pamundshme që me anashkalu një situatë të tillë, një të vërtetë të tillë, madje është për herë më shkon ndërmend kjo kur shkojmë në një varrim dhe kur e përcjellim dikë për botën tjetër, ne kemi një përjetim emocional që mund të shprehet me anë të vajit, por asnjëherë nuk e dim nëse po qajmë për atë që po e varrosim apo po qajmë për veten, sepse jemi duke shku në atë drejtim edhe ne. Kështu që për herë kur flas për raportin ndërpersonal dhe interpersonal, unë kam të shkrirë edhe raportin spiritual në te, sepse po them vetëm kështu mund t'i japim kuptim qenies tonë dhe mund t'i japim kuptim gjitha raporteve të tjera. Kështu që po, raporti spiritual na ndihmon që ta kuptimsojmë jetën dhe kësaj të jetojmë ma shëndetshëm dhe të kemi një sistem të etabluar që na ndihmon mirëqenien tonë. Përmendet edhe praktikat religioze janë të rëndësishme për shëndetin fizik, ashtu edhe për atë psikologjik. Si? S'ka pikë dyshimi, domethënë edhe lutja dhe falja, edhe praktikat të tjera religjioze që mund të ndjekin religione të tjera që janë një parafrim me Zotin, me krijuesin, secila prej tyre janë të vlefshme dhe e ndihmojnë në veçanti. Nëse flasim për perspektivën islame në veçanti, lutja, falja e kohëve të namazit është ndihmëse jashtëzakonshme për shëndetin edhe për mirëqenien. Ka klient me të cilët unë punoj dhe unë I trajtoj që namazin e konsiderojnë një prehje, që konsiderojnë një lidhje me krijuesin dhe që për disa momente mandej edhe ato probleme të përditshme që duken të pakalueshme fillojnë e marrin kuptim tjetër. Përderisa I shohin si sprovë, si sfidë, përderisa I shohin si një test të rëndësishëm për qëndrueshmërinë, për besimin që ata kanë, kalohen ndryshe prej një perspektive tjetër që në mungesë të besimit mbase secila situatë sjell zhgënjim.